ka lindur ky rrugtimi juaj, dëshira për vallëzim, për koreografi? Fillimisht rruga për vallëzim ka fillu qysh herët, vitet 90-ta, pasi që kur u shem sistemi Jugosllavisë në atë kohë, kam fillu në lagjën nga Vrani, kemë thonë ty një herë, ka qenë përpara, tash është Dardania, edhe aty në shkollë kemë pas disa aktivitetet vogla. Më pas tani u hap një diskotek, unë para se u bë kërcimtar popullor, një herë kam vallëzu në diskotek, edhe atë kohë, do të them një të vërtet, diskoteka u maj këtë ditën se mbrëmje ishte pak vështirë, si situata ishte e tillë. Edhe aty kam fillu, kam imituar me Gazeksonin për herë të parë, edhe këtu ka lind ideja më marrë me kërcim. Tani në kuptohet më pas. Po kështu si eksperiencë por, pas kalon bresa shumë po, është vërtet. Po të them drejtën, para se më marrë dhe me shku në disko, unë kursa rajt ka qenë përpara, i thëshin familje, ndrojshëm dhomat, dalshëm korridor me nejt verës dhe dimri dhe më thonë ishëm në kuzhinë dhe sallon që keshëm. Edhe tu dal nga salloni tu bartu një nanës në atë kohë, kishëm e gërqeros, mi baj teshat e pijat këto. Edhe kjo ishte ajo kur unë tu dal, kishëm qitë televizorin në korridor. Edhe kur dal nga kuzhina dal në korridor, edhe kur e shoh atje lunë me Gazeksonin, e maj mend. Kjo është edhe para 90-ta, pak a shumë. Aty kum fillu, kur kum pa jam step. Edhe aty kam gjetë si fotografi, halo e kam përpara. Me ato kostume, me ato flok, me ato dredhat. Edhe është një, tash edhe po më kthem pak kam edhe emocione, me thonë drejtën, se është diçka që e kam absorvu me nëra në trup edhe në shpirt. Edhe tani koha kur dashket të djelev, kështu, kishtë disa muzika të huja sa do pak në atë kohë, edhe e pres qatë të djelev kur po ka emision për me pa me Gazeksonin një muzikë, një diçka. Tani për aty kam fillu ka pak në banes, normal në familje kem pas traditë dhe popullorën, vallet burimore, pasi që vjen nga një region që është e pasur me valle. Po aty kam fillu për herë të parë, domethënë me ndjetë diçka edhe me marr aty për aty. Tani fillu në diskotek, edhe kështu filloi ka dalë. Këtu janë ato emocionet e para që i përshkruaj. Me këtë vetën, ndoshta me krahasu tash me vetën atë moshë, që aty në ato dallimet kryesore që i ki vrenë. A ki ndoshta nostalgji? Po kam nostalgji sepse unë se kisha fillu karrierën se kam fillu si kërcimtar popullor. Vallet burimore edhe përpunuar dhe stilizuar që kemi sot. Koreografike, unë atëherë e kom ndjet çato e kom marr, e kam thith në trup edhe jam mundu më shpreh nëpërmes gjuhës trupit. Tani më pas kur shkoj në diskotek, do të them drejtën, nga një herë edhe u dash me ikë për orës për me shku, se në mësimin e kishim paradite. Ka pas rast shembull kem mësuar deri në ora 1. Edhe ka pas rast që diskoteka atje u hap në ora 11:30, 12, dhe më shdash besa, më thomë se më të madh. Tash s'është ndoshta edhe korrekte, po për kohën të them që ka qenë vërtet, kam nga ora vakit fundit për me shku në disko sepse e ndjesha dhe përjetojsha dhe lujsha me Gazeksonin që këngët e tina për mua janë, si më thoni, janë të pavdekshme. Edhe sot asoj ditën veturën e veç ata ngaj. Po. Pastaj, kur keni fillu moment, do shta me vallet të ndryshme? Po, më pas, unë përfundova shkollën fillore, klasën e 8, edhe kërë përfundova shkollën fillore, klasën e 8, kuptohet, mas në dhejta, prend shqiptarët patën qitë nga puna, baba me të pa punë, është dashke me punu, edhe në qysh klasë 8, ajo koha pauzës për shtator me fillu shkollën e mesme, gjësoj koha, unë e kom punu të dajt e me kam pas një firmë, kem punu normal privat, edhe pe aty kryta punën, shkova në shpe edhe thash se agjen e kesha ndar dani pikrish në atë agje. Edhe të shku të agja, disa me një lokal, një rrugë ma poshtë se agja, jam edhe i një të bo muzik me stilia, tupan, def. Edhe thash hajt, vesh ta fos kokën të këshyri qa ka. E kam qelë derën ja fund brenda, kur isha ata metën, djalliri, me vullnet, e lanë, me pasion, me dëshirë. Thash më falë, thash, a ka kërcim këto, së nisha vesh muzikë. Edhe kër këm qelë derën, kërcimtarët që në kanë nënë e majtë, po si pasha pi derës. Edhe kër tha, po, tha, na kem nevojë tha dhe për kërcimtarë, tha, që ku janë valtarët, tha shumë farë se si pash. Edhe fillova aty me startu, aja ensemble atëherë ka pas emnin nësë s'ga bëj Arbëria o qujtë. Aty kam valzu, aty kam fillu vallet burimore, edhe po edhe koreografi, gjatë që përshëndesa në Nezirin, për atë kohë, ka qenë koreograf.
Nëj Matoshi ka qenë tashmoj ndjerë, ka punu Radio Televizion Prishtinës në atë kohë, edhe regjisor, a i ka qenë në kryesit e atina ansambli. Edhe aty, unë fillova nesrit, fillova me ushtru, mas një jave, nëse s'gaboj kishëm një koncert, nëse s'gaboj në Tërnavës. Edhe unë, për një javë dhe dizdi sa për afërsisht, i mësova që të valet, edhe unë përjetoj që e ndjesha, edhe atë impulsin, instiktin që e kisha, sinqerisht e kisha marrë nga me këzeksorin, sepse ajo është çdo gjymtyri trupit ati i flet. Edhe unë isha dikon i 5, se ishin diku 7-8 valltar, ka funi ka, edhe të përjetu valën, shina në përkraje, më thot, ke djalin, tha, du të mja gjithë venin, tha, se kjo tha pe përjetan, tha, kjo tha nuk ka për atje. Dhe më thonë, këto fillaj, a i fjallë të tina, më kam përcjell, me pas gjatë gjithë kohës, edhe në këmë thonë, unë ma, kësaj pune nuk ju dana. Edhe pse normal kem pas mundësi me rrëtu edhe dika tjetër, po s'kam rrëtu askon, kam nejtë këto dhe kam shiju edhe sot dhe saj dite. Dhe më thonë, këto e veç hapat e para dhe shia ende. Pra jo si djali i ri, keni qenë kështu edhe goxha interesuar edhe ajo dëshira përmendën përjetimin. A mund të me elaboru pak ma shumë, qysh e përjetoni jo muzikën, artin? Ato që e ndëgjan muzikën, ritmin, valja, se sot edhe si kryus, çdo valle ka atë mesazhin e vet. Këta vllazërit tanë që i thonë që një favun e vet, domethënë ka një lloj regjie aty mbrana për mëna. Edhe domethënë çdo valle ka fillim, zhvillim dhe përfundimin e vet. Tash unë ata çdo kryus që ka bën shot jam mënu ta marr motivet që i jep, i shpjegon, edhe ti marr, ti artikulojnë trupin tem, edhe nëpërmes muzikës unë mënona krejt çka kam të shprehem nëpërmes gjuhës trupit, edhe të bart emocionin edhe të publiku. Tash sa ja kam arrit, këta e vlerësojnë gjithmonë masa, qytetarët, njerëz që në premierat, shumëta që kemë pas shot. Unë e ndjej shumë, bile ka shpesh rast, ndoshta njerëz kam qenë i përmbushur motivi me muzikën, nuk ka qenë frekuenca të njëjta. Unë gjithmonë kam qenë ai që kam kërkuar edhe më shumë, më shpejt, më dinamik, më i gjallë. Ka pas rast, ndoshta ndonjëherë pa dashje, me koreograf ku më bisedu, ku më thanë që këto është mundësia, këtu më shumë, po tash kuptohet, jo gjithkush e ka dhe trupin, ose instiktin, pulsin, dëshirën që të e ki. Sepse jo gjithë mund me kanë kapacitetet të njëjta.